Është shtyr seanca gjyqësore në gjykatën e posaçme mes deputetes së Partisë Demokratike Albana Vokshi dhe biznesmenes Vilma Nushi. Pas daljes nga ambientet e gjykatës, Vokshi tha shkurtimisht për mediat se seanca e radhës do të mbahet në 3 mars dhe se shkak për shtyrjen e seancës sipas deputetes u bë mungesa e prokurorit. Jo, u shtyr për me datë 3, si ishte prokurore. Kjo është seanca e disat mes tyre ku Vilma Nushi dhe shoqëria 3P Life Logistic SHPK, që ka fituar koncesionin e check-upit, kanë kallëzuar Albana Vokshin për veprën penale të shpifjes. Kjo padi ka nisur pas deklaratave të Vokshit, e cila akuzoi se vlera e projektit të koncesionit ishte 130 milion euro, ndërsa pala paditëse e kundërshton këtë vlerë duke thënë se vlera reale sipas tyre është 63 milion euro për 10 vitet e projektit.